Motrës më ktheve përgjigje. Mesazhet e fundit me Shpat Kasapin. Lajmi pa besueshëm. Ndarja e parakohshme nga jeta e këngëtarit Shpat Kasapi ka tronditur thellë kolegët e tij, mes së cilëve edhe këngëtaren e njohur, e cila ka ndarë me publikun kujtime të vjetra dhe komunikimin e fundit me artistin. Përmes një postimi në Instastory, ajo ka shprehur dhimbjen për mikun e saj duke kujtuar kohën e artë të karrierës së tij. Lajmi i pabesueshëm dhe shumë i trisht. Turneun më 2007 në USA, ku kënduam së bashku në 5 shtete, ishe në kulmin e karrierës, bëhej nami në backstage, vetëm për të bërë një foto me ty publiku, shkruan ajo, duke e cilësuar Shpatin si djalin me zemrën e bardhë. Në mesazhet e shkëmbyera, Shpati i shkruante: "Motra, si je? A e pe? Se s'më ktheve përgjigje", ndërsa ajo ishte përgjigjur me dashamirësi: "Shpati, si je, vllaçko? Stockholm." Ky detaj intim tregon komunikimin e vazhdueshëm dhe miqësor që kishin ruajtur ndër vite, duke e bërë humbjen edhe më të rëndë për rrethin e tij shoqëror.